Më shumë se 130 kandidatë nga e gjithë bota fillojnë në Vatikan ritualin e fshehtë shekullor për të zgjedhur një nga pasardhësit e Papa Franceskut. Ritet në ditën e konklavës do të fillojnë orën 10 me meshën në Bazilikën e Shën Pjetrit, mesha për zgjedhjen e Papës Romake që do të kryesohet nga kardinali dekan Giovanni Battista Re. Një festë në të cilën dekani do të luhet me këto fjalë: e gjithë kisha e bashkuar me një lutje, thërret vazhdimisht hirin e frymës së shenjtë, që nga ne zgjidhet një bari i denj i të gjithë kopesë së Krishtit. Hyrja në kapelën Sistine të pikturuar nga Michelangelo do të bëhet pasdite. Rreth orës 16:15 kardinalët do të mblidhen në kapelën Pauline, në lozhën e parë të Pallatit Apostolik të Vatikanit, prej nga do të fillojë procesioni. Kardinalët e ritit latin do të veshin mantelin e kuq me brez, mbulesën e supeve, kryq në krahëror me kordon të kuq dhe ari, unaz, kapuçët e vegjël mbi të cilat do të kenë veshur kapelet tipike të kardinalëve. Ndërkohë kardinalët e kishave të lindjes do të veshin veshje të parashikuar nga ritet e tyre. Nga kapela e Pauline, duke kënduar, kardinalët e zgjedhës do të shkojnë në procesionin drejt kapelës Sistine, ku pasi të këndojnë thirrje ndaj shpirtit të shenjtë, pasi është ai që sipas traditës katolike zgjedh papën e re, ata do të thonë betimin e përcaktuar. Rreth orës 16:30 do të jetë koha për extra omnes, thirrja në latinisht që nxjerr nga salla të gjithë përveç kardinalëve dhe momenti i kyçjes së dyerve. Kardinalët e zgjedhës do të dëgjojnë më pas katekzën e kardinalit Raniero Cantalamessa, predikuesi i shtëpisë papale për 40 vjet. Pas fjalës së tij, kardinali Cantalamessa do të largohet nga kapela Sistine së bashku me kryepeshkopin Raveli dhe kardinalët do të bëjnë votimin e parë. Konklava do të drejtohet nga kardinali Pietro Parolin, në mungesë të dekanit, i cili është 91 vjeç. Prandaj, Parolin do t'i pyesë të gjithë kardinalët nëse mund të vazhdohet menjëherë me votimin e parë apo nëse është ende e nevojshme të sqarohen dyshime në lidhje me normat dhe metodat e vendosura. Dita e sotme do të jetë dita e tymit të parë, i cili përveç ndonjë surprize të minutës së fundit, megjithëse ai do të jetë i zi dhe do të shërbejë për të testuar orientimet e kolegjit të kardinalëve. Kjo do të jetë një konklav ku përkatësia gjeografike e kardinalëve është më e shpërndarë nga të gjitha në histori sipas mediave italiane. Ndërsa sa i takon parashikimeve për kozgjatjen, parashikimet janë të vështira. Dy konklavat e fundit në 2005 dhe 2013 kanë zgjedhur papën e ri në ditën e dytë të tyre. Kushtetuta apostolike parashikon 2 votime paradite dhe 2 pasdite.